Современата македонска држава е создадена во текот на Втората светска војна преку народно-ослободителната борба и постои од 2 август 1944 година од Асном па се до 8 септември 1991 година како дел од Социјалистичка федеративна република Југославија. Во периодот на народно-ослободителната борба во Македонија од 1941 до 1945 година земаа учество околу 83.814 борци, од кои 5.752 жени и младинки непосредно вклучени во партизанските и војните единици на народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија. Значајна е улогата на сите учесници во текот на војната, а особена е најзначајна улогата на најистакнатите историски личности како учесници во процесот на изградбата на државната власт во Македонија. Од големиот број борци, од периодот пред и за време на првото заседание на Асном, се истакнува незиниот председател Методија Андонов Ченто, председавачот и најстариот пратеник Панко Брашнаров и авторот на асномските документи доктор Владимир Полежиновски, јунаци на македонската државност. Како дел од емисијата Собраниска ризница, ќе имате можност да се запознаете со животното дело и искуството на тројцата најистакнати историски личности. Тие завземаат посебно место во втемелувањето на македонската револуција и држава. Методија Андонов Ченто ishte kryetari I pari I presidiumit të KÇKM-s dhe kryetari I pari I presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Maqedonisë, hero dhe luftëtar maqedonës, përkrahës I Republikës së Maqedonisë së Pavarur dhe të Lirë. Për shkak të funksionit të tij si kryetari I presidiumit të KÇKM-s, Çento emërohet presidenti I pari I Maqedonisë, me profesion ishte tregtar, politikan dhe pushtetas. Metodi Andonov Çento lindi më 17 gusht 1902 në Prilep në një familje të varfër. Shkollimin fillor e kreu në vendlindje në gjuhën bullgare deri në klasën e 3 e më pas në gjuhën serbe. Ai ishte dëshmitar I periudhave të coptimit të Maqedonisë, luftën e parë dhe të dytë ballkanike dhe traktatin e paqes së Bukureshtit të vitit 1913. Edhe në rinjin e hershme, ai ka ndihmuar në punët familjare duke punuar në arrat e duhanit dhe të afionit dhe duke prerë dru në pyll. Si fëmijë, shfaqi interes të madh për sportin, duke u interesuar në shoqatën gjimnastike ku tregua një gjimnast I shkëlqyer. Mbaroi shkollën e mesme të tregtisë me sukses të shkëlqyeshëm. Pas mbarimit të arsimit të mesëm hapi dyqanin dhe khanin e tij. Në dyqanin e tij shpesh mblidheshin të rinj të përfshirë në lëvizjen studentore dhe rinore në Prilep. Në vitin 1930 u martua me Vasilika Spirovska Pop Atanasova në Novi Sad. Me gruan e tij kishin 4 fëmijë. Çento u përfshi në politikë fillimisht si kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare të vitit 1935. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 38 u propozua për kandidat për deputet nga partia buqësore. Edhe pse fitoi, për shkak të modelit zgjedhor dhe mashtrimit zgjedhor, nuk arriti të hynte në parlament. Si kandidat për deputet, u interesua për hapjen e shkollës në gjuhën maqedonase. Për Çenton, kjo do të jetë një nxitje për të përfshirë edhe më shumë në grevat organizuara nga punëtorët e duhanit dhe punëtorë të tjerë. Si tregtar, Çento ishte përfaqësues I esnafit tregtar të Prilepit. Në periudhën 35-1940, përfaqëson interesat e tregtarëve të Prilepit në odën e tregtisë dhe industrisë në Shkup. Për shkak të veprimtarisë së tij politike, Çento ishte I përndjekur dhe I burgosur vazhdimisht nga autoritetet. Në vitin 1940, si një nga organizatorët e demonstratave të Ilindenit në Prilep, Çento u burgos për 3 muaj në burgun e Kikindës së Madhe. Më pas u burgos dhe u internua në burgun e Bajna Bashtës për shkak të përpjekjeve të tij për të futur gjuhën maqedonase në mësimdhënie në shkolla. Në burg, Çento u dënua me dënim me vdekje, por lirua para pushkatimit. Ishte popullor si komunist dhe përkrahës I partizanëve, për çka u përsekutua dhe u burgos sërish. Në dyqanin e tij bëheshin takime të fshehta. Për shkak të akuzës se ju kanë ndihmuar partizanëve me para, ushqime dhe vendstrehime, fillimisht u burgos në Shkup, pastaj në Sofje, në Plovdiv, për ta përfunduar në kampin Rupel Ququllinogovo, Petriçko, ku qëndroi për 4 muaj. Pas daljes nga burgu, 21 gusht 1943, Çento mori pjesë një letër nga shtabi I Novit dhe Pomit, ku e ftonin të bashkojë me lëvizjen partizane. Në vjeshtën e vitit 1943, Çento kaloi në territorin e lirë në Dibërc,
dhe u bë antar i shtabit kryesor të Novit dhe Pomit si referent i pushtetit popullor. Sekretari i Këshillit Nismëtar për mbledhjen e KAÇK-s dhe referent për pushtetin popullor, mori pjesë aktive në organizimin dhe realizimin e mbledhjes së parë të KAÇK-s. Së bashku me Emanuel Çuçkov dhe Kirill Petrushev, parambajtjes së mbledhjes së parë, shkoi në ishullin Vis në takim me Komitetin Nacional për çlirimin e Jugosllavisë në krye me Josip Broz Tito. Në takimin e 24 qershorit, delegacioni i Maqedonisë e ngriti çështjen e bashkimit të Maqedonisë pas luftës. Pas takimit, Qento u kthye në vend dhe vazhdoi përgatitjet për mbajtjen e mbledhjes së parë të KAÇK-s. Mbledhja e parë u mbajt më 2 gusht 1944 në monastirin Shërf Prohor Pçinski. Kryetari i presidiumit u zgjodh Metodija Antonov Qento. Ky vendim u konfirmua edhe në mbledhjen e dytë të KAÇK-s të mbajtur në Shkup 29-30 dhjetor 1944. Qento u zgjodh delegat dhe antar i avnojt. Me riemërimin e KAÇK-s në Kuvendin Popullor të Republikës Popullore të Maqedonisë, Qento u bë kryetari i parë i presidiumit të Kuvendit Popullor. Në Shkup, nga data 14-16 prill 1945, në mbledhjen e tretë të KAÇK-s, u emërtua Kuvendi Popullor dhe kryetar u zgjodh Metodija Antonov Qento. Pas luftës, ai ishte shumë aktiv në politikë. Në zgjedhjet e para të pas luftës, u zgjodh deputet në Kuvendin Popullor të Republikës Popullore të Maqedonisë dhe në Asamblenë Kombëtare Federale. Për shkak të pikpamjeve të tij politike, Qento ra në kundërshtim me politikën zyrtare. Edhe gjatë luftës, Qento ishte kundër idesë që korpusi i 15 i Maqedonisë të shkonte në frontin e Sremit dhe u interesua për bashkimin dhe pavarësinë më të madhe të Maqedonisë. Gjithashtu, angazhimet e tij kishin për qëllim pavarësinë më të madhe financiare, buxhetin e vetë të Maqedonisë dhe republikave të tjera. Mosmarrveshja me Josip Broz Tito u shfaq në momentin kur Qento shprehu publikisht mendimin e tij se republika duhet të kenë një pavarësi më të madhe ekonomike, pra që të ardhurat nga prodhimi bujqësor të mbeten në republika dhe të përdoren për ndërtimin e tyre. Më 14 mars 46, Qento u përjashtua nga FKJ dhe u detyrua të jepte dorëheqje nga posti i kryetarit të presidiumit të Kuvendit Kombëtar dhe nga të gjitha postet e tjera dhe në nëntor të pati viti u ndalua. Ai akuzoi për nacionalizëm, gjëgjësisht se dëshiron të ndarjen e Republikës Popullore të Maqedonisë nga Jugoslavia Demokratike Federative dhe vendosjen e saj nën protektoratin amerikan. Qento u akuzua se tentoi të kalonte ilegalisht në Greqi. Pas procesit gjyqësor, i cili zgjati vetëm 3 ditë, më 23 nëntor 46, Qento u dënua me 11 vjet burg, me punë të detyruar, 5 vjet humbje të drejtave civile dhe politike dhe konfiskim të lëndëve të tij. Pas aktgjykimit, Metodija Antonov Qento u vendos në burgun në Idrizov. Gjatë vuajtjes së dënimit me burg, ai u ofrua të pranonte fajsinë në këmbim të lirisë. Këtë ofertë Qento refuzoi. Pas 9 vjet e 4 muaj burg, u lirua me kusht më 4 shtator 55 për shkak të shëndetit të dobët. Ai kërkoi që të kthej pasaporta, që të mund të shkonte për mjekim në Zvicër, por kërkesa e tij ishte refuzuar. Pasi sëmundje 2 vjeçare nga kanceri në stomak, Metodija Antonov Qento vdiq më 24 korrik 1957 në shtëpinë e tij në Prelep. Në varrim, morën pjesë vetëm familja e tij. U rihabilitua në vitin 1991, kur shteti shpall pavarësinë e tij. Pas pavarësisë në vitin 91 dhe rehabilitimit të figurës dhe veprës së tij, Metodija Antonov Qento zuri vendin e merituar në mesin e figurave më të shuara në historinë e parlamentarizmit dhe shtetësisë së Maqedonisë. Në qendër të qytetit të Shkupit gjendet përmendorja e Metodija Antonov Qento, ku çdo vit me raste e shënimit të mbledhjes së parë të KAÇK-s, delegacione të larta shtetërore vendosin lule. Në ndërtesën e kuvendit, në hapësirën e Dllaborezit, është vendosur shtatorja e Qentos, si kujtimi një pjesë të dhomave të punës ku ishte vendosur kabineti dhe ku punonte ai. Portreti i Qento, si kryetari i parë i kuvendit, është vendosur në sallën e portreteve në objektin e kuvendit. Metodija Antonov Qento zë një vend të rëndësishëm në historinë e popullit të Maqedonisë. Si kryetari i presidiumit,
Qento luajti një rol të madh në punën e KAÇK-s, në mbledhjet e së cilës u morën vendimet më të rëndësishme historike që përbënin shtetin e Maqedonisë. Qento është një personazh i shquar me shpirt patriotik, dashuri dhe dëshirë për njeri progres, me një frymë të pathyeshme për fitore dhe krijimin e shtetit të vet. Panko Brashnarov ishte antar i Këshillit Iniciues për organizimin e KAÇK-s dhe kryesuesi i mbledhjes së parë të KAÇK-s. Si delegat më i vjetër i mbledhjes së parë dhe kryesuesi i mbledhjes, Brashnarov zë një vend të veçantë në historinë e popullit maqedonez. Ai konsiderohet si pjesëtar aktiv i lëvizjes nacional çlirimtare nga Ilinderi deri në KAÇK. Me profesion, Brashnarov ishte mësues i popullit, me bindje komunist, idealist, patriot dhe revolucionar. Mori pjesë në aksione të rëndësishme politike dhe kulturore në të cilat dolën në pak interesat e klasës punëtore dhe të drejtat kombëtare të popullit maqedonez. Panko Brashnarov lindi në Veles më në gusht 1883. Shkollimin e filloi në vendlindje në kuadër të shkollës së mesme të Egzarkisë vendese. Shkollimin e vazhdoi në shkollën pedagogjike mashkullore në shkollë. Karrierën mësimdhënëse e filloi në rajonin e Kumanovës, ku mësimi në shkollë mbajti në gjuhën popullore të Maqedonisë. Pas 3 vite shpunë, vazhdon karrierën e tij të mësimdhënies në fshatrat Bistritës të Velesit dhe në Novosel të Shtipit, që më pas të kthehet në vendlinjen e tij në qytetin e Velesit. Para luftave ballkanike, mori pjesë në punën e organizatës socialiste në Veles dhe bashkëpunoi me organin e Vasil Glavinovit, Dituria Klasore. Mori pjesë aktive në krijimin e një organizate të re socialdemokrate në Veles dhe në vend. Organizata socialiste u përfshi në kremtimin e festës së punës 1 Maj, nëpërmjet organizimit masiv të punëtorëve, mësimdhënësve dhe nxënësve. Për shkak të aktiviteteve të tij shoqërore, Brashnarov u detyrua të largojë nga Velesi dhe të shkonte në Bukuresht të Rumanisë për 3 muaj. Pas përfundimit të luftrave ballkanike të vitit 1914, Brashnarov dezertoi në Bullgari. Aty kreu kursin e lartë pedagogjik të Egzarkisë në Plovdiv. Në Sofje, Panko u takua me Vasil Glavinovin, Dimo Haxhidimovin dhe persona të tjerë të shuar, angazhimi të cilëve ishte bashkimi i shtetit Maqedonas në një federat të kombeve ballkanike. Në luftën e parë botërore si ushtar në ushtrinë bullgare, dërgohet në frontin afër Dojranit. Pas përfundimit të luftës, Brashnarov u kthye në vendlinjen e tij në vitin 1919, ku u bë antar i Partisë Komuniste të Jugosllavisë. U zgjodh sekretari i Organizatës Socialiste vendese. Është aktiv në fjalime, në organizime të mbledhjeve dhe ligjërues në klubin e partisë. Si kandidat i PKI-s, Brashnarov u zgjodh deputet në kuvendin kushtetues të mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe slovenëve në vitin 1920. Ishte aktiv edhe në përgatitjet e zgjedhjeve komunale, duke u bërë thirrje masave të qytetarëve të përcaktohen për programin e PKI-s. Në zgjedhjet lokale në Veles, PKI arrin të fitojë. Në vitin 1923, Brashnarov u zgjodh delegat nga Maqedonia në Beograd, gjatë themelimit të Partisë së Pavarur të Punëtorëve të Jugosllavisë, si një lloj forme juridike e veprimtarisë së PKI-s së ndaluar. Brashnarov mori pjesë në konferencën e 3 shtetërore të PKI-s në Beograd. Pastaj mori pjesë në kongresin e 3 të partisë në Vjenë. Në kongresin themelues të VMRO-s në vitin 1925, ai u zgjodh antar i komitetit të parë qendror. Për shkak të veprimtarisë së tij politike, Brashnarov u burgos dhe u persekutua në disa raste. Madje u dënua dhe u burgos për 2 vjet. Në gjyq në vitin 1930, Brashnarov u dënua me 5 vjet burgim dhe humbje të përjetshme të drejtave civile. Ai u burgos në burgun e Sremska Mitrovicës. Derisa ndodhet në burg, protestat për lirimin e tij janë organizuar pa sukses. Pas 5 vjet e 3 muaj të kaluar në burg, Brashnarov kthehet në vendlinjen në Veles. Për shkak të shëndetit të dëmtuar, ai u tërheq nga jeta politike dhe filloi punën si mulligjik. Me fillimin e luftës së dytë botërore, Brashnarov jeton në Veles dhe i përkushtoi veprimtarisë së mësimdhënies dhe i bashkohës lëvizjes partizan. Në pranverën e vitit 1944, ai u nis për në territorin e lirë dhe u përfshi në punën e Këshillit Iniciues, që kishte për detyrë të përfshihet në organizimin e mbledhjes së parë të KAÇK-s. Brashnarov është autor i disa vendimeve, letrave dhe proklamatave të rëndësishme para mbledhjes. Mbledhja e parë e KAÇK-s
u mbajt më 2 gusht në vitin 1944 në monastirin Prohorpçinski, në ora 17:15. Si delegati më i vjetër, Brashnarov hapi mbledhjen historike të KÇKM-s. Në mbledhje, Brashnarov u zgjoll nën kryetari i presidiumit të KÇKM-s dhe përfaqësues nga Maqedonia. Më 6 gusht 1944, pasi presidiumi mori vendim për formimin e institucioneve, Brashnarov u emërua si i besuar për informacione. Në mbledhjen e tretë të presidiumit të KÇKM-s, që u mbajt nga data 2 deri më 5 shtator 44 në monastirin Prohorpçinski, Brashnarov dorëzoi raport në Ministrinë e Informacioneve dhe e shprehu qëndrimin e tij se KÇKM duhet të fillojë përgatitjet për botimin e gazetës që do të përfaqësojë organin zyrtar të shtetit të sapo krijuar të Maqedonisë. Në këtë mbledhje u mor vendim që Ministria e Informacioneve të themelojë Agjencinë Telegrafike të Maqedonisë TAN, e cila me aktivitetet e saj do të paraqesë burim informacioni për shtypin që mbulon politikën e jashtme dhe të brendshme. Brashnarov u zgjodh nën kryetari i Këshillit Iniciues të Frontit Popullor Çlirimtar të Maqedonisë. Ishte iniciues kryesor i botimit të gazetës informative Kronika Jon, me qëllim informim të udhëheqjes politike, shtetërore dhe ushtarake për të gjitha ngjarjet dhe rastet që ndodhin. Më 29 tetor 44, në vendim të presidiumit të KÇKM-s, në fshatën e Vranovcit të Epër, u botua numri i parë i gazetës Nova Makedonia, si gazeta e parë ditore kombëtare në Maqedoni. Në konferencën e parë të Frontit Popullor Çlirimtar, të mbajtur 26 nëntor 44 në Shkup, si nën kryetar u zgjodh Panko Brashnarov. Ai u zgjodh në kryesinë e KÇKM-s në mbledhjen e dytë të saj të mbajtur në dhjetor 1944 dhe në mbledhjen e tretë të mbajtur më prill 1945. Për shkak të pranimit të rezolutës së Byros Informative të vitit 1948, Brashnarov dyshohet se ka kryer krim kundër popullit dhe shtetit. Ankesa fillestare e dorëzuar në Prokurorinë Publike të Jugosllavisë nuk u pranua dhe u mor vendim për hapjen e hetimi kundër Brashnarov. Më 12 maj 1951, prokurori publik mori vendim për dalimin e procedurës penale kundër tij për shkak të mungesës së provave dhe përgjegjësisë penale. 48 ditë më vonë, pas marrjes së vendimit, Komisioni për Kundërvajtje pranë Këshillit Popullor të qytetit të Shkupit merr vendim sipas të cilit Panko Brashnarov akuzohet për shpikje dhe për hapje të lajmeve të rreme që prishin qetësinë e qytetarëve dhe rekomandon që Brashnarov të dërgohet në shërbim të komunitetit në kozgjate prej 2 vjetësh. Më 3 korik 51, Brashnarov u dërguan në burgun e Goliotokut. Edhe gjatë zbatimit shëndeti i Brashnarov u përkeqësua ndjeshëm dhe ai u vendos në spitalin e kampit. Panko Brashnarov vdiq më 13 korik 1951, pas disa ditësh në kampin Goliotok. Për një kohë të gjatë pas vdekjes së tij, nuk dije se çfarë ndodhi me eshtrat e tij. Në vitin 2011, një ekip gazetarësh arriti të gjente varrin e Panko Brashnarov në varrezat e qytetit në Zagreb, Kroaci. Eshtrat e tij mendohet se janë zhvendosur disa herë para se të përfundonin në varrin e përbashkët në varrezat e Mirogojit. Pas publikimit të rrëfimit televiziv, shteti njoftoi se do të nisë procedurë për kthimin e eshtrave. Panko Brashnarov zë një vend të rëndësishëm në formimin e shtetit të Maqedonisë mbi të gjitha si delegat më i vjetër në seancën e parë të Asnomit, kryetari i seancës në kryetari i Asnomit, ministër i informimit në presidiumin e Asnomit, iniciatori i themelimit të agjencisë së parë të lajmeve, Agjencia Telegrafike e Maqedonisë dhe një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Metodia Andonovcento. Në parkun e qytetit Grua, përballë ndërtesës së kuvendit, është vendosur monumenti që shërben fillimin e mbledhjes së parë të KÇKM-s, imazhin e Panko Brashnarov dhe hapjen e mbledhjes.
Dr. Vladimir Polezhinovski ishte antar i presidiumit të KCK-s, si autori i deklaratës mbi të drejtat e qytetarëve dhe dokumenteve të tjera të shkruara nga mbledhja e parë e KCK-s. Polezhinovski luajti një rol të rëndësishëm në krijimin e KCK-s dhe shtetit të Maqedonisë. Ai ishte luftëtari i parë dhe bartësi i monumentit të partizanëve nga viti 1941. Ishte doktor shkencë nga Universiteti Sorbona, ndërsa me profesion ishte jurist, politikan dhe shkencëtar. Vladimir Polezhinovski është lindur më 13 maj 1913 në Kërçov. Arsimin fillor e ka mbaruar në qytetin e Kërçovës, ndërsa gjimnazin në monastir në vitin 1932. Arsimin e ka vazhduar në Fakultetin Juridik në Paris, ku i ka mbaruar me sukses studimet. Në mars të vitit 1939, Polezhinovski ka mbajtur doktoraturën në Universitetin Sorbona me temë Fondet për barazimin e kursit të këmbimit. Si student në Paris, ai u bashkua me lëvizjen studentore demokratike, ndërsa në vitin 1937 u zgjo sekretar i shoqatës studentore në Paris. Para fillimit të luftës së dytë botërore, Polezhinovski u thirr për të kryer shërbimin ushtarak në Mbretërinë e Jugosllavisë në Trebinj. Pas vitit 1941, Polezhinovski kthehet në vendin e tij në Kërçov dhe aktivisht i është bashkuar lëvizjes partizane. U bë antar i Komitetit Vendor të Partisë Komuniste në Kërçov dhe si sekretar në organizatën e Kërçovës. Për shkak të veprimeve të tij, u burgos nga autoritetet italiane të pushtimit në kampin e përqendrimit në Porto Romano në Shqipëri, ku qëndroi deri në kapitulimin e Italisë më 8 shtator 1943. Pas largimit nga kampi, Polezhinovski kthehet në Kërçov dhe merr pjesë në çlirimin e qytetit më 11 shtator 1943. Për shkak të përvojës së tij të madhe, u transferua të punojë në shtabin në Dëbërc. Aty përfshihet në përgatitjet për mbajtjen e mbledhjes së parë të KCK-s. Në mbledhje, Polezhinovski u zgjodh sekretari i presidiumit të KCK-s së bashku me Luk Çarsov. Është marrë vendim që të jetë pjesë e delegacionit të përbërë nga 40 përfaqësues të popullit që do të marrin pjesë në KCK. Pas përfundimit të luftës, mori pjesë në 2 misione ushtarake, i pari në Paris të Francës dhe i dyti në Frankfurt të Gjermanisë. U emërua si shefi i misionit ushtarak të Jugosllavisë në kuvendin e kontrollit për Gjermaninë. Për shkak të angazhimit të tij jashtë vendit, nga ushtria jugoslave u gradua në 9 kolonel. Qëndroi në Gjermani deri në vitin 48, kur u thirr për intervistë për shkak të mbështetjes së tij për rezolutën e Byros Informative. Pas ndikimit të fortë për largimin e tij nga detyra, Polezhinovski u tërhoq nga Gjermania dhe u demobilizua nga ushtria. Në fillim të vitit 51, burgoset pa vendim gjykate, transferohet në Goljotër, ku qëndroi deri në prill të vitit 1954. Polezhinovski u kthye në Beograd dhe u punësua fillimisht në Bankën Popullore e më pas në Institutin për Çështje Ekonomike. Për arsye private në vitin 1965 kthehet në Shkup dhe punësohet në Institutin Ekonomik. Pas përkeqësimit të shëndetit të tij, Vladimir Polezhinovski vdiq më 16 qershor 1980. Vladimir Polezhinovski është autor i dokumenteve të shkruara nga mbledhja e parë e KCK-s. Në veçantë, spikat deklarata për të drejtat themelore të qytetarit, e cila, për nga rëndësia juridike, është një nga dokumentet më të rëndësishme historike. Gjatë hartimit të deklaratës, Polezhinovski u frymëzua nga deklarata franceze për të drejtat e njerëzit dhe qytetarëve dhe nga deklarata amerikane e pavarësisë. Deklarata u miratua në kushte ushtarake e përgër nga 11 nene, në të cilat njihen të drejtat e përgjithshme të pranuara njerëzore të qytetarëve. Hiqet diskriminimi i çdo lloji dhe garantohet barazia midis njerëzve, duke përfshirë edhe barazinë midis burrave dhe grave. Deklarata për të drejtat themelore të qytetarit paraqet dokument bazë themelor për miratimin e kushtetutës së viteve 1946, 53, 63 dhe 74. Dokumentacioni arkivor për jetën dhe veprën e Polezhinovski është shumë modest. Emri i tij nuk përmendet as në shumë dokumente të publikuara për luftën nacionale shqiptare në Maqedoni. Për Polezhinovskin i veçojnë kujtimet e Kiro Grigorovit, kryetari i parë i shtetit, dhe Nikola Klusevit, kryetari i parë i qeverisë pas pavarësisë të vitit 91. Kiro Grigorov theksoi: "Në territorin e lirë kemi diskutuar për formimin e shtetit. Nuk dinim çfarë të formonim. Të gjithë shikonim njëri tjetrin. Pastaj ai tha se rusët kanë një presidium, kështu që ne duhet të formojmë një presidium, dhe kështu ndodhi. Të gjithë kemi punuar, por sigurisht Polezhinovski ka pasur një njohuri të mëdha dhe ka dhënë një kontribut të madh në krijimin e akteve të KCK-s." Klusevi, me të cilin
kanë punuar në zyren e njëjtë në institutin ekonomik, tha. Më kujtohet mirë mbledhja e Kaqekëmës, edhe pse isha fëmijë. Ecje në oborin e manastirit dhe shikoja luftëtarët e shqetësuar. Për Polezhinovskin e kam ditur nga dokumentet nga shpallja e presidiumit, kurse kur erdhi në institutin e Shkup, u gëzova veçanërisht. Takova një njeri që dinte shumë, prej tij mësova shumë gjëra. Ai ishte i qetë, pothuajse nuk fliste për kohën e kaluar në Goljotok, vetëm nganjëherë ngjallte kujtime për Petre Piruze dhe Lazar Sokolov. Vladimir Polezhinovski mbahet mend si një intelektual që ka studiuar dhe doktoruar në Sorbonne, jurist i rangut më të lartë, krijuesi disa prej zgjedhjeve më të rëndësishme praktike shtetërore dhe normative. Emrin e tij sot e mban shkolla fillore në vendimin e tij në Kërçov dhe rruga ku ka lindur dhe ka jetuar me familjen e tij. Në afërsitë të kuvendit, në parkun e qytetit Grua, gjendet monumenti kushtuar mbledhjes së parë të Kaqekëmës, në cilin janë figurat e Metodi Andonovčenko, Vladimir Polezhinovski dhe Panko Brezhnev.